Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e kaluar në fshatin Portës të Fierit, ku një 40 vjeçar është gjetur i pajet brenda banesës së tij. Viktima është identifikuar si Tauland Bajram Halka, punëtor ndërtimi dhe baba i 2 fëmijëve. Sipas informacioneve paraprake të policisë, rreth orës 9:15 dyshohet se 40 vjeçari ka dhënë fund jetës në dhomën e xhumit duke përdorur armë gjahu. Arma e cila rezultoi të ishte në pronësi të babait të tij dhe me leje është sekuestruar në cilësinë e provës materiale nga autoritetet. Burime policore bëjnë me dije se Halka ishte lindur në Korçë dhe prej Korçë jetonte në Vlorë. Së fundmi, ai ishte kryer në fshatin Portës në banesën e prindërve të tij. Sipas të dhënave, 40 vjeçari kishte patur konflikte me bashkëshortën, e cila kishte kërkuar edhe urdhër mbrojtje. Këto rrethana dyshohet se mund të kenë ndikuar në gjendjen e tij emocionale. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe do të vijojë me punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimit ligjor të rastit. Ndërkohë, pritet që hetimet të sqarojnë në detaje shkaqet që quhen në këtë ngjarje tragjike.